Përshëndetje, për gjithë ata që dojnë me pas rrush të mirë, duhet patjetër çdo vit me i krahasit hardhit e rrushit. Këtë formë sot ju tregoj se si bëhet krahasitja e rrushit për mbi një mbuloj, për gjithë ata që dojnë me pas rrush edhe hije të mirë. Kjo është hardhia është mirë e zhvilluar, është në vitin e 4. Unë kam pas një kordon krahasitje këtu, po nuk do e bëj më në formën e kordonit, se smujet e rrushit janë zhvillohen shumë ma shpejt, për atë arsye nuk kam e bë, dhe rrushi i truezës është ma i dopt nëse bëhet me kordon prerje, me kordon krahasitje. Tash ju e bujnë ana vetëm me llastar gjatë, vetëm me prodhus gjatë, edhe ju tregoj se shkon. Thuaj se vetëm e kum krahasit, kjo pjesë është prej këto do të me lon më tha ngadale deri në trup, që smujat mos me i hy hardhis mbrenda. E kjo shkon dikun këtu, i lom dikun 4 sytha, si shihet aty, është kaput. Ky tjetri është kaput këtu, edhe kjo pjesa tjetër është kaput këtu. Ta i shkojmë lart, edhe kjo është prerë këtu. Këto e kemi prerë edhe këtu, edhe kemi lënë vetëm llastar gjatë, dikun me 4 thyesa, jo se kemi prerë fare, atëherë prejmë tash, kështu. Edhe këtë pjesën tjetër e kemi lënë një qep, edhe një llastar gjatë. Këtu e kemi lënë vetëm një llastar gjatë, prodhimi për këtë vit. Edhe këtë pjesën tjetër është edhe kështu, e tash vazhdojmë kënej. Këtu është një llastar i gjatë, edhe kënej një llastar i gjatë. Ky do të jetë një tjetër llastar i gjatë, që është kaput atje. E ky që vjen drejt, ky do vjen deri këtu. Thuaj se vetëm kaput atje. Edhe pastaj do i lëm 4-5 sytha anëton, që do të ketë këtë pjesën prodhimit, një pjesë kënej prodhimit, një kënej edhe një anej, majtë edhe djathë, kështu që do të kemë prodhim komplet prej atje deri këtu, edhe po duhet gjithmonë me pas parasysh se sa mundet me furnizu sa syta mundet me furnizu hardhia. Po unë besoj që kjo hardhi, siç është e zhvilluar, edhe sa furnizohet me plehra ndryshme, plehra bio, atëherë unë besoj shumë që kjo do mund t'i furnizoj. Unë e pastroj këto edhe bëjmë prap një video se si duket mas pastrimit. E tash e kemi bërë krahasitjen e hardhis, kështu që këtë pjesën këtu, ku është llastari i ri, këtu do i lëm vetëm 4 sytha, cilë do t'jenë edhe në prodhim, po kryesisht për formimin e hardhis për vitin e ardhshëm, prej asoj pjesë deri këtu, që të mbulohet domethënë terasa komplet. Me prodhim të rrushit, se me flet me gjithë mbulohet. So, e kjo pjesa tjetër janë domethënë llastar prodhues. Nuk kemi lënë edhe shumë. Shkojmë këtu aty e kemi prej komplet, këtë pjesë e kemi lënë vetëm një qep, edhe kështu. Dhe kështu bëhet krahasitja për mbi një mbuloj. E kjo kaq prej meje.